Zbulova që vajza ime adoleshente bullizonte pastruese nga Filipinet, dhe ai moment më ndryshoi jetën. Rrëfimi i një milioneri shqiptar në mërgim nuk e kam besuar kurrë se jeta ime, e ndërtuar mbi parime të forta, etik pune dhe respekt, do të përmbysej nga një zbulim kaq i vogël në dukje, por aq i rënd në thelb. Unë, një burr që kam ngritur kompani nga hiçi, që kam punuar ditë e natë për të siguruar një jetë të mirë për familjen time, kisha dështuar pikërisht aty ku dhimbja dhe përgjegjësia godasin më fort, tek edukimi i fëmijës tim. E kam dashur gjithmonë vajzën time, Elenën, më shumë se sa që kam dashur ndonjëherë veten. Ishte fëmia im i vetëm, dritë e syve të mi, gëzimi i përditshëm. E rrita në një ambient të shëndetshëm, të sigurt, të mbushur me mundësi që vetë nuk i kisha pasur kur isha fëmijë. I dhash gjithçka. Shkolla të mira, kurse udhëtime, një shtëpi në të cilën nuk mungonte asgjë. Dhe mbi të gjitha, ja dhash dashurinë time të pakushëzuar. Por pikërisht dashuria ime e verbër, pakujdesia ime, besimi im i egzageruar se ajo vetëm e mira ditë të bëj, më bëri të humbas diçka thelbësore. Kontrollin, vëmendjen, vigjilencën. Në shtëpinë tonë punonte një grua nga Filipinet, emri i saj ishte Mariella. Një njeri i qetë, e sjellshme, gjithmonë e përulur, e cila i refuzonte pushimet sepse thoshte se puna e mban mendjen gjallë. Që në ditën e parë kur e pash, më dha përshtypjen e një njeriu që kishte parë shumë dhimbje, por që sërish buzëqeshte me mirësinë atyre që kam mbijetuar. Ajo lutej çdo mëngjes, rinte e heshtur dhe nuk ankoi kurrë. Nuk kisha dyshuar asnjëherë se dikush mund ta trajtonte keq. Sidomos jo vajza ime. Deri atë ditë, ditën kur pash me sytë e mi, atë që nuk do ta harroj kurrë. Mbrëmja ishte e qetë, e zakonshme, si shumica e mbrëmjeve në vilën tonë jashtë qytetit. Kisha mbaruar një takim të rëndësishëm biznesi dhe, i lodhur, u ktheva në shtëpi më herët se zakonisht. Shërbëtori i portës më përshëndeti, dhe ndërsa makina hyri ngadalë në obor, unë vëzhgoja dritat e ndezura të katit të dytë. Nuk e dija pse, por në atë moment pata një ndjesi të çuditshme, si një ftohtësi në qafë, një lloj paralajmërimi instinktiv. Pasi lash çelsat mbi komodinën pranderës, dëgjova zëra nga dhoma e lavanderisë. Zëra të rinj, zëri i Elenës dhe dy mikeshave të saj, Arla dhe Dea. Mendova se, si zakonisht, ato po qeshnin me budallallëqet e tyre adoleshente. Vajza ime ishte vetëm 14 vjeç, ende fëmijë në shumë gjëra. Edhe pse ajo vetë përpiqej të dukej e rritur, u drejtova ngadalë nga zëri, por sa më shumë afrohesha, aq më e çuditshme bëhej tingulli. Nuk ishte thjesht e qeshur, ishte e qeshur tallse, e përzier me komentet e mprehta dhe fyerje tipike të asaj moshe. Por kishte diçka tjetër aty, një ton i ulët, i lënduar, ndoshta zëri i Mariellës. Zemra më rahu fort, e hapa me kujdes derën e lavanderisë. Askush nuk e priste që unë të isha në shtëpi, dhe ajo që pash më ngrin gjakun edhe sot kur e kujtoj. Elena ishte me telefon në dorë, duke filmuar Mariellën, e cila mbante në duar një grumbull rrobash. Ajo që më tronditi ishte mënyra se si Mariella po qëndronte. Kokën ulur, supet e të kurura, si dikush që pret një goditje. Dhe vajzat po qeshnin. Elena po thoshte me zë të lartë, duke imituar një aksent të shtirur. Hajde Mariella, na trego pak si e thoni ju please atje në Filipine. Hajde, thuaje. Vajzat qeshën sërish. Mariella dukej sikur donte të zhdukej. Unë qëndrova i ngrirë. Tashmë nuk merja frym. Ishte sikur dikush të më kishte goditur me grusht. Elena vazhdoi. Apo do të themi ne të drejtoresha e shkollës që s'na hekuros mirë, se ti e di që babi im të heq nga puna për një fjalë. Ajo po luante, e bindur se kishte pushtet, e bindur se diku, ishte më pak i vlefshëm se ajo. Dhe unë e kisha rritur kështu. Mua më rëshiti zemra në stomak, Dea shtoi, shikoje si dridhet. A e dini që këta han lakuri që nate? Na, mos na prek se na ngjit ndonjë gjë. Arla qeshi me zë. Mariella uli edhe më shumë kokën. Dhe atëherë, ndodhi momenti që më theu plotësisht. Elena ju afrua, e ngriti me gisht mjekrën e Mariellës dhe i tha, shikoje kamerën të bëjmë një video. Bëj një buzëqeshje, se kështu e postojmë tek grupi ynë për gallat. Në atë moment, unë nuk durova dot më. Hapa derën plotësisht me forcë. Zërat, të qeshurat, gjithçka u shua. Vajzat u kthyen nga unë sikur të kishin parë një fantazm. Elena u zverdh. Telefonin e mbajti në dorë, por e uli ngadalë, duke kuptuar se çdo gjë kishte marrë fund. Unë nuk flisja dot. 5 sekonda heshtje që më dukën një shekull. Pastaj, shumë ngadalë, thash, çfarë po bëni? Askush nuk foli. U afrova një hap më shumë. A mund të ma shpjegoj dikush çfarë po ndodh këtu? Elena u përpoq të hapte gojen. Babi, ne thjesht, mbylle. I thash me një ton që nuk ja kisha përdorur kur më parë. Dea dhe Arla u zverdhën edhe më shumë. Njëra prej tyre tentoi të largohej, por unë thash, askush nuk del nga kjo dhomë. Pastaj u ktheva nga Mariella.
Ajo dukej sikur kishte nevojë të ulej. Duart I dridheshin, fytyra e kuqe, sytë të mbushur me lot, por ajo sërish nuk fliste. Përkulja e saj më vrau më shumë se të gjitha fyerjet që kisha dëgjuar. E lash të merrte frymë disa sekonda. U afrova ngadalë tek telefoni I Elenës dhe ja mora nga dora. Ajo tentoi ta tërhiqte, por një shikim I imi e bindi. Shikova videon dhe pash shumë më tepër se ajo që kisha dëgjuar. Video të tjera, të qeshura, fyerje, thallje, për javë të tëra. Mesazhe të vajzave në grupin e tyre, ku e quani Mariellën shëbëtorja jon budallaqe, filipinaja që nuk kupton gjë, eksperimenti ynë social. Në atë moment, mendja ime u ersua. Unë, milioneri I respektuar në komunitet, njeriu që kontribuonte në bamirësi, që fliste për dinjitet e barazi në konferenca, kisha një vajzë që poshtëronte një grua të pafajshme që punonte për të ushqyer fëmijët e saj. Ajo natë më ndryshoi përgjithmonë. I pash vajzat drejte në sy dhe thash: "Ju nuk keni asnjë ide. Çfarë keni bër?" Elena nisi të qante. "Babi, unë thjesht ata filluan ti ishe liderja," I thash, "ti e nisë. Ti e udhëhoqe këtë." Pastaj u ktheva nga Mariella. "Më fal." Ajo u step. Pastaj e uli kokën sërish dhe tha me zë të dridhur: "It's okay, si it's okay jo, nuk ishte okay. As nuk do të ishte ndonjëherë. E dija se kjo histori ishte vetëm fillimi. Duhej t'i shkoja deri në fund. Duhej ta mësoja vajzën time çfarë ishte respekti, përgjegjësia, nderi. Dhe kjo nuk do të ishte një detyrë e lehtë. Por atë natë, ajo natë ishte vetëm hyrja. Sepse ajo që pasoi më vonë, konfrontimi, ndëshkimi, zbulesa që dolën në dritë, dhe mënyra se si kjo ngjarje ndryshoi familjen tonë një herë përgjithmonë, ishte shumë më thellë, më e ashpër, dhe më transformuese se sa e kisha imagjinuar. Heshtja që ra në atë dhomë lavanderie, pas shpërthimit tim, ishte më e rëndë se çfarëdo fjale që mund të thohej. Vajzat që ndrinin si statuja, me sytë të ulur, të tronditura nga fakti se një lojë adoleshente ishte shndëruar në një ngjarje që do të ngulitej në memorie gjithë jetën. Mariella fshinte lotët në heshtje. Dhe Elena qëndronte para meje, me fytyrën e zbardhur, si dikush që papritur zbulon se bota nuk është ashtu siç e kishte imagjinuar. Isha aq I mbushur me zemërim, zhgënjim dhe dhimbje, sa e ndjeva veten duke u dridhur. Por nuk doja të bërtisja. Jo atë natë, jo para vajzës sime. Zëri im duhej të ishte I qartë, I qëndrueshëm, sepse ajo duhej ta kuptonte peshën e asaj që kishte bërë. Me një ton të ulët, por të prerë thash: "Të treja do të më prisni në dhomën e ndenjes." Ani, vajzat u nisën ngadalë, me hapa të vogla, si fëmijë të kapur në një mëkat të rënd. Volumi I trupave të tyre, duke u larguar më dhimbte të veshët. Ndërkohë që ato dilnin, unë ndalova përballë Mariellës. Ajo qëndronte e ulur në një stol të vjetër pranë makinës së larjes, me duart e bashkuara si në lutje. Syt I kishte të skuqur, por ajo mundohej të buzëqeshte. Ende mundohej të mos më shqetësonte. Sir plasë don be angry atëherë, tha me zë të ulët: "It's not her fault. She son lya qild." Ky ishte momenti kur më plasën lotët. "Nuk I mbajta dot, mos e mbro," I thash me një zë të thyer. "Ti nuk duhet të mbrosh askënd. As ajo nuk ka të drejtë të të lëndoj. Askush." Ajo uli kokën, po I dridheshin duart. U afrova dhe I thash: "Mariella, a ka ndodhur më parë kjo?" Ajo heshti. Pastaj, ngadalë, ngriti syt dhe buzët ju drodhen. "Yes, si ra fetimes, sa herë?" "Majbe many ex." Fjala many ex më ra si grush në gjoks. Pra, kjo nuk ishte një incident izoluar. Kjo ishte një sjellje e vazhdueshme. Një sistem bullizimi që kishte zgjatur me javë, pa dijenin time. Ndjeva një thik në shpirt. "Pse nuk më the?" E pyeta me zë të dridhur. Ajo ngriti shpatullat me ndrojtje. Because. "I need this job, sir. It's unlawful my children, they depend on me. Everything I are. I sent to them." Sytë e saj më rrëfyen një histori të tërë dhimbjeje, që nuk kishte nevojë për fjalë. Një histori e një nëne e cila jetonte në një kom të largët, larg fëmijëve të saj, duke punuar në shtëpitë të tjerëve për t'i mbajtur gjallë. Një histori që vajza ime as nuk e kishte imagjinuar ndonjëherë. Atë natë, ndërsa vajzat prisnin në dhomën e ndenjes, unë ndjeva veten më të dobët se kur më parë. Më duhet të vendosja një ndëshkim, jo një ndëshkim për hakmarrje, por një mësim. Një mësim për të formuar karakter, për të ndërtuar ndjeshmëri, për të shkundur nga sipërfaqësia me të cilin e shihnim botën. Por para së gjithash, më duhej të dëgjoja. Konfrontimi e dhomën e ndenjes doma ishte e qetë kur hyra. Vajzat rinin të ulura në divan, pa guxuar televiznin. Elena më shikonte herë pas here, me frikë dhe pendes në sy. Mikeshat e saj kishin fytyra të lagura nga lotët, ndoshta nga frika më shumë se sa nga turpi. U ula përballë tyre. "Dua të më tregoni gjithçka që nga fillimi."
Arla filloi të qante. Dea shikoi tokën, Elena. Elena qëndroi e heshtur. Kush e nisi? Pyeta, asnjë përgjigje. Pastaj shikova vajzën time drejte në sy. Elena? Ajo mori frym thellë. Fjala e saj ra si një gur në qetësinë e dhomës. Pse? Ajo nisi të qante. Zëri i dridhej, se të gjitha vajzat e tjera të klasës e tallnin pastruesen që kishin në shkollë. Thoshin se ishte funi, dhe mendova se edhe ne se është argëtuese të tallësh një njeri të pambrojtur? E ndërpreva me një ton të ftohtë. Jo, unë nuk e mendoja kështu, nuk e mendova se do t'i bëj keq, po si mendove? Se ajo nuk ka ndjenja, se ajo është robot. Elena mbylli syt nga turpi, Arla ndërhyri. Ishim idiote, donim të dukeshim interesante, të qeshnim ishte ideja jon, por Elena, mos e mbroni, thash, askush nuk thae. Asnjëra prej jush. Pastaj I pash vajzat me një shikim që nuk do ta harroj kurrë. A e dini se kush është Mariella? Heshtën. Ajo është një nënë që jeton larg 2 fëmijëve të saj, vetëm për t'i ushqyer. Ajo punon me orë të gjata që ju të keni rroba të pastra, ushqim të gatuar dhe një shtëpi të rregullt. Ajo fle vetëm 4 orë në natë. Dërgon çdo qindark në Filipine dhe ju e kthyet në lodrën tuaj. Lotët filluan të rridhnin në fytyrat e tyre, por nuk më mjaftonte. Jo sepse isha I pamëshirshëm, por sepse ato duhej ta kuptonin thellë çfarë kishin bërë. U ktheva nga vajza ime. Elena, çfarë mendon se duhet të bëj me ty? Ajo uli kokën. Babi, më jep ndëshkimin që meriton. Jam e tmerrshme. Nuk e dija që I kam bërë kaq shumë keq. Për herë të parë, pash sinqeritet në sytë e saj. Jo një sinqeritet për të shpëtuar veten, por një sinqeritet I lindur nga përballja me realitetin. E vërteta e Mariella kishte fshehur ndërkohë që vajzat prisnin. Unë shkova në kuzhinë dhe gjeta Mariellën duke rregulluar tavolinën, sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Për herë të parë, unë e pash si njeri jo si punëtore. Ulu Mariella, I thash. Ajo ul ngadalë. A ke fëmijë? Yes, sir. To sons. Nine anthirten. Ku jetojnë? In ca vite, I thmy mother. I haven sen them for sic yars. Fjala sic yars më shpoj si thik. Pse s'ke vajtur? Ajo uli kokën, because. I don't have themone for the air fare. Andi fileave thisjob someone elsel takeit. I can riskit. U ndjeva sikur më ishte shkundur toka në këmbë. Një grua që vajza ime e trajtonte si objekt, kishte sakrifikuar 6 vite larg fëmijëve të saj vetëm për t'i ushqyer. Mariella ke vuajtur shumë. Ajo shtrëngoi duart, mani omen like me do. It's normal. Jo, nuk është normal. Është tragjike. Sytë e saj u mbushën me lot. Pastaj më tregoi diçka që nuk e prisja. Sir, Elena once asked me hy I didn't have e nog money to bune shoes. Andeni told her that is send everything to musons shelauget. She said. Hy old someone satrifice that much. Ky ishte momenti kur ndjeva sikur zemra ime u thye në dysh. Jo për turpin, por për dështimin tim si baba. Ndihesha përgjegjës për gjithçka. Dëshkimi I vajzës kur u ktheva tek vajzat, vendimi im ishte I qartë. Nesër në mëngjes, të treja do të vini këtu. Ato u shikuan me sy të zgurdulluar. Jo për t'u tallur, jo për video, por për të punuar. Punuar. Pyeti Dea e tronditur. Po, do të bëni punët e shtëpisë për 2 javë. Të gjitha, nën drejtimin e Mariellës. Elena qau sërish. Babi, të lutem, jo. Nuk ka të lutem. Do ta bësh. Do t'i bëni të gjitha. Arla u ngrit, por prindërit tan, unë do t'u flas prindërve tuaj, dhe do të sigurohem që ta din saktësisht çfarë keni bërë. Shok, panik, frik, por kjo ishte e vetmja mënyrë. Nëse nuk mësoni tani çfarë është respekti, nëse nuk dërtoni ndjeshmëri tani, do të bëheni gratë të mëshme nesër. Unë nuk e lejoj vajzën time të jetë e tillë. Rrëfimi I së nesërmes nesërmen, në orën 8 të mëngjesit, 3 vajzat erdhën në shtëpi. Pash në fytyrat e tyre turp të thellë. Mariella, e veshur me uniformën e punës, I priti me një mirësjellje që ato nuk e meritonin. Ajo u foli me zë të butë. Good morning. Todaj, il teats hototslean. First, start I the floors. Në secilin hap, vajzat ndjenin peshën e veprimeve të tyre. Për herë të parë, e kuptuan që puna që bënte Mariella nuk ishte argëtim, por sakrificë. Një sakrificë e heshtur që ato e kishin shkelur me këmbë. Dhe Elena, gjatë gjithë ditës, e ndiqte me sy Mariella me pendes dhe dhimbje. Në një moment, kur ishin vetëm në kuzhinë, Mariella I tha, "It's okay, Miss Elena. I forgive." Por Elena u rrëzua në lot. "Jo, nuk është okay. Unë kam qenë e tmerrshme.
Më fal të lutem. Mariela i vuri dorën mbi shpatull. Are Young, Tan Change. Ky ishte momenti i parë i vërtet i transformimit të vajzës sime. Ndryshimi e lëndsditët kalonin, dhe ndërsa vajzat punonin në drejtimin e Marielës, unë vëreja transformimin e tyre. Mbi të gjitha, transformimin e vajzës sime. Ajo filloi ta shihte Marielën jo si punëtore, por si njeri. Filloi të bisedonte me të, t'i bënte pyetje për familjen, për jetën në Filipine. Shqetësohej kur e shihte të lodhur. Një ditë më tha, babi, s'do ta besoje. Mariela s'ka parë fëmijë që kur unë isha në klasë të parë, zëri i saj ishte i thyer. Dua të bëj diçka për të, tha. Ky ishte momenti kur unë e pash për herë të parë fijen e mirë të karakterit të saj, që më kishte friksuar se mos e humbi përgjithmonë. Plani e ndëroi jetën e Marielës pas 2 javësh pune, 2 javësh reflektimi, 2 javësh lotësh. Unë vendosa diçka që Mariela nuk e priste. E pash tek po mbaronte punët e ditës, e lodhur, por e qetë. Mariela, i thash, kam diçka për. Ajo u step, i dhash një zarf të vogël, e hapi, dhe syt ju mbushën me lot, bileta avioni. Vajtje ardhje, për Filipine, në datën e ditëlindjes së djalit të saj. Sir, i than, po, mundesh, buthi si sto muq, jo, është minimumi që meriton. Pastaj Elena u afrua dhe i tha me lot në sy. Mariela, kur të shkosh në shtëpi, mund të qosh një përshëndetje fëmijëve të tu nga ana ime? Mariela shpërtheu në lot, e përqafoi vajzën time, dhe vajza ime qau në krahët e saj. Transformimi vërtet të 2 javët e fundit e ndryshuan familjen tonë përgjithmonë. Mua më mësoi se edukimi nuk është të japësh vetëm luks, por të japësh vlera. Elena mësoi se respekti nuk është opsion, por detyrim. Mariela mori atë që i mungonte më shumë, shpresën, dhe unë më në fund e pash vajzën time të rritet. Jo në mosh, por në shpirt. Mariela u nis për Filipine një mëngjes të qetë të dielës. Qielli ishte i kthjellët, dhe dielli sapo kishte nisur të zbriste mbi terminalin e aeroportit. Sikur edhe natyra donte ta përqafonte pas kaq vitesh. E shoqëruam unë dhe Elena deri në hyrje. Ajo mbante në duar një çantë të vogël të zezë, të vjetër, atë të vetmen që kishte për udhëtime. Elena i tha, mos e humb bordin tim. Ato janë dhurata të vogla për djemtë e tu. Në xhep, vajza ime kishte futur 2 arush të vegjël të butë, secilin me inicialet e djemve të saj. Ishte ideja e saj. Një javë më parë, do të kishte qeshur me një gjë të tillë. Tani, ishte ajo që e propozoi e para. Mariela i mori ledhatim në duar, dhe u duk sikur e brenda shpirtit të saj u shfrynjë të qare heshtur që kishte mbajtur për vite me radhë. Thank both. This is the greatest gift of my life. Dhe u largua drejt portës, duke kthyer kokën disa herë, si dikush që ende nuk e beson se realiteti po i jep një moment lumturie, pas kaq shumë dhimbjesh të akumuluara. Elena mbajti duart në xhepa dhe tha, babi mendon se do qaj kur t'i shoh fëmijët? Do qaj shumë, bia ime. Dhe fëmijët e saj, edhe më shumë. Ajo uli kokën dhe më kapi dorën. Ishte hera e parë, pas muajsh që e bënte një gjë të tillë pa hezitim. Fryma e saj ishte e qetë, por e mbushur me emocion. Ditët e para për Marielën, një shtëpi hë mësoi mirënjohjen shtëpia ishte më e qetë pa Marielë. Më bosh, jo sepse mungonin punët e kryera, por sepse mungonte ngrohtësia e pranisë së saj. Ajo nuk ishte thjesht punëtore, ishte një shpirt i mirë që e kishte ndriçuar shtëpinë shumë më tepër se sa kishim kuptuar deri atëherë. Elena e nisi ditën e parë duke thënë, babi, kur të vi Mariela, dua ta gjej shtëpinë perfekte. Nuk dua të mendosh se ajo është dominuese këtu. Dua ta bëj unë. Dhe kështu filloi. E mësoi të zhytej në detaje që nuk i kishte parë kurrë. Si pastrohej një dysheme në mënyrën e saktësi, lahej një tavolinë me kujdes që të mos dëmtojë drurisi, paloseshin rrobatsi, rregulloi lavanderia si ndahej rrobat me ngjyrapor. Mbi të gjitha mori respektin që lind vetëm atëherë kur e kupton sa e vështirë është diçka. Në mbrëmje u ulëm në divan dhe ajo më pyeti, babi, sa paguhet Mariela? I tregova, ajo u befasua, por ajo bën shumë më tepër se sa çfarë merr. Ajo bën punën e 3 njerëzve. E bën, por kjo është jeta e punëtoreve emigrante, vajza ime. Janë të padukshme. Askush nuk mendon për to. Elena mbajti heshtje. Pastaj tha një fjali që më ngrohu shpirtin. Unë dua të jem ndryshe. Letra e parë AG Filipine 3 ditë pas mbërritjes. Ne morëm një email prej Marielës. Isha në kuzhinë kur telefoni më sinjalizoi. Elena po hante mëngjes. Kur i thash kush ishte, ajo lëvizi karrige me nxitim, e hapa, dhe aty filloi gjithçka. Dear Sir, dear Elena, jam rriting to i thear si myes. To daj i sa mysons. I hu get them forth e fish time si gjyars. Të have grown so much my youngest i salmos taler thanme. Heni sa them, i criet like aqil. An thë held me sotik like the never ante to let go.
thë lovet e te dy bears. Thë slepi themno, Elena, thë sa i thank, thë asko are, i tol them are anangel. Kur Elena e lexoi rreshtin e fundit, filloi të qante. Por ishin lot të butë, jo nga turpi i ditëve të para, por nga një lloj dhimbje e re, e pastër, e ndjeshme. Angel, përsëriti ajo ngadalë e prekur thellë. E meriton, i thash, por unë i kam bërë kaq keq si mund të më quaj Angel, sepse njerëzit e mirë nuk janë ata që nuk gabojnë, janë ata që ndryshojnë. Ajo u mbështet mbi supin tim. Takimet videoditët që pasuan u mbushën me video thirrje nga Filipinet. Herën e parë që Mariella telefonoi, Elena u ul pranë meje. Në ekran u shfaqën dy djem të bukur, me sy të mëdhenj, që e thirrën mami me zë të dridhur. Mama. Mariella nuk mund të mbante lotët, por djemt lotët e tyre ishin edhe më të pastër, më të thellë, më të sinqert. Elena i pa dhe mbeti pa frym. Ata janë kaq të bukur, shpëriti. Dhe menjëherë, një nga djemt i tha në anglisht të thyer, "Thank, Miss Elena." Elena u trondit. "Përse më falenderoni?" Djali i madh u përgjigj, "Becau se madhe or mama hapi. She, smile salot no." Ajo nuk mundi të fliste për disa sekonda, pastaj me zë të dridhur. Jo, fëmijët mami juaj na ka bërë në njerëz më të mirë dhe qau. Në mbrëmje më tha, "Babi dua të bëj diçka për ata fëmijë. Nuk mjafton t'i dërgojmë Mariellën atje. Duhet t'i ndihmojmë." E pash dhe buzëqesha. "Ke ndonjë ide?" Ajo më tha një gjë që nuk e prisja. "Dua të jap dorë në shkollën e tyre. Të dërgojmë libra, rroba, materiale. Diçka që t'i ndihmoj." "Dhe do ta bëjmë," i thash. Ndëshkimi u shndruar Misinajo që nisi si një ndëshkim për sjellje të gabuar. U kthye në një transformim të thellë, jo vetëm për vajzën time, por për të gjithë ne. Elena filloi të mësonte për kulturën filipinase, shikonte dokumentar për punëtorët emigrantë, lexonte artikuj për dhunën psikologjike të moshës, së sa shkruante reflektime në ditar, këshillonte mikeshat e klasës të mos tallnin askënd ditë gjetam, duke shkruar një letër të gjatë për fëmijët e Mariellës. Në krye të faqes, ajo kishte shkruar: "Dua të mësoni se edhe vajzat e pasura gabojnë, por vajzat e mira ndryshojnë." Kur e lexova, syt më mbushën me lot. Kthehet Mariella pas një muaji. Mariella u kthye. Erdhëm në aeroport sërish, por këtë herë me një emocion krejt tjetër. Elena mbante në dorë një buqet të vogël me lule. Kur Mariella u shfaq në korridorin e mbërritjeve, me çantën e saj të vjetër, por me fytyrën e ndritshme, sikur kishte rigjetur shpirtin e saj, Elena nuk duroi dot. Vrapoi drejt saj dhe e përqafoi fort, jo si punëtore, jo si dik që e kishte bullizuar, por si dik që e kishte shëruar. Mariella qante, "Thank, Miss Elena Changet Mylife." Por Elena i tha, "Jo ti ndryshove timen." Dita kre paraqeva sa antare të familjes ditën tjetër. Organizova një darkë të madhe familjare. Dhe, për herë të parë, e njoftova Mariellën jo si punëtore, por si pjesë të familjes sonë. Nga sot, Mariella nuk është punëtore. Ajo është një zonjë që meriton respekt, një nënë e jashtëzakonshme dhe një njeri i madh. Dhe ky shtëpi do ta trajtoj si të tillë. Por Elena u ngrit në këmbë. Ju afrua Mariellës dhe i tha, "Më ke mësuar se lumturia e dikujt tjetër vlen sa gjithë botët. Faleminderit." Mariella e mbuloi fytyrën me duar dhe qau. Sonte, pas gjithë asaj që kishte ndodhur, pas ditëve të zbulimeve, të dhimbjes, të heshtjeve të gjata dhe të lotëve të fshehtë, shtëpia ime, ajo vil gjigante që gjithmonë më dukej plot zhurmë, papritur ishte bërë qetë. Një qetësi që nuk të qetësonte, por të detyronte të mendosh. Dhe ndoshta ishte pikërisht kjo që më duhej. U ula në verandë, me një filxhan çaji që nuk poftohej kurrë, sepse unë nuk po e prekja. Shikoja dritat e qytetit poshtë me sytë e humbur, si të kërkoja midis tyre një përgjigje që nuk vinte. Në mendjen time vazhdonte të luante ajo skenë. Vajza ime, duke qeshur me përbuzje ndaj një gruaje që kishte bërë më shumë sakrifica, se sa ajo mund të imagjinonte në moshën e saj të brisht. Ajo talli e ftohtë, ajo buzëqeshje e mprehtë që e kishte lënduar shërbyesen ton nga Filipinet, dhe fakti që unë nuk e pata parë më parë këtë anë të vajzës ime, më vriste më shumë se çdo gjë tjetër. Nuk ishte faji i saj, ishte i imi. Më duhej ta pranoja këtë. Më duhej të përballesha me faktin se kam qenë aq i zënë duke ndërtuar një perandori, sa nuk desha të shihja se po shkatëroja shtëpinë time. Të nesërmen, vendosa të bëj diçka që nuk e kisha bërë kurrë. Të ulesha dhe të flisja me vajzën time si dy njerëz, jo si një baba milioner dhe një adoleshente e llastuar. Hyra në dhomën e saj pa trokitur, një zakon i keq i imi, por këtë herë ajo nuk u zemërua. Mbase e kishte kuptuar se koha e justifikimeve kishte mbaruar. Ajo rinte ulur në krevat, me sytë e skuqur. Nuk e kisha parë kaq të thyer prej vitesh. "Bab," përshpëriti ajo. "E di që gabova." U ula pranë saj dhe, për herë të parë pa shumë kohësh, nuk improvizova një fjalim edukues. Thjesht fola me të, "Nuk dua të qortoj."
Dua të di pse. Pse e bëre? Ajo uli kokën. Nuk e di. Zëri i saj dridhej. Të gjithë në shkollë sillen kështu. Tallin pastruese, shofer, secilin që nuk ka aq sa kemi ne. Dhe unë thjesht u bëra si ata. Mendova se kështu dukesha më e fortë, më e rëndësishme. Dhe tani, e pyeta but, tani nuk ndihem as pak e rëndësishme. Ndihem e turpëruar, e pash gjatë. Vajza ime nuk është e keqe. As nuk ka qenë ndonjëherë, por e lash të jetonte në një botë ku mbi vlerën njerëzore e mbizotëronte pozita, statusi, pamja. Një botë që unë vete krijova. Ajo u afrua dhe më përqafoi. Ishte përqafim i ëmbël, i sinqert, ndryshe nga ato të zakonshmet. Ajo kërkoi falje, por falja është vetëm gjysma e rrugës. Tjetra është ndryshimi, dhe pikërisht këtë i propozova. Disa orë më vonë, ne të dy zbritëm poshtë në kuzhinë, aty ku Maria, shërbyesja jon, gruaja që vajza ime kishte lënduar, po paloste rrobat e pastërta. Ajo u shtang kur na pa të dy. Ndoshta mendoi se do ta qortonim, ose se vajza do të vazhdonte me sjelljet e njëjta. Por ndodhi e kundërta. Vajza ime ju afrua ngadalë, si dikush që ecën në ajër të thyer. Më vjen shumë keq, Maria, tha, dhe zëri i saj këtë herë nuk dridhe nga frika, por nga sinqeriteti i dhimbshëm. Nuk ka justifikim për atë që bëra. Kam qenë e tmerrshme. Kam qenë e verbër. Të kërkoj falje me gjithë zemër. Dhe dua të mësoj. Dua të ndryshoj. Maria u prek. Lotët i rëshitën faqeve të lodhura nga viti i mungesës së familjes së saj në Filipine. Ajo e hapi krahët dhe e përqafoi vajzën time me dëmshuri, si të ishte fëmia i saj. Të fal, mis. Tha ajo but. Të fal sepse e di që je re. Por falja ime vlen vetëm nëse ti vërtet ndryshon. Ajo buzëqeshi. Dhe vajza ime, ndoshta për herë të parë në jetën e saj, mori një leksion që nuk e jep asnjë shkollë, asnjë libra, asnjë jetë luksoze. Një leksion njerëzor. Disa ditë më pas, e çova vajzën time me mua në fondacionin që mbështes familjet e emigrantëve që punojnë në vend. Aty ajo dëgjoi histori të dhimbshme, sakrifica që nuk i kishte imagjinuar kurrë. Njerëz që linin fëmijët e tyre, pas për të kujdesur për fëmijët e të tjerëve. Gra që flinin vetëm 3 orë në natë, për të paguar studimet e motrave të tyre. Burra që punonin 2 punë dhe dërgonin çdo qindark në shtëpi. Dhe një ditë, ajo më afrua dhe tha: "Bab, tani e kuptoj, e pash në sy. Çfarë kupton? Që të jesh i fortë nuk do të thotë të poshtërosh dik. Do të thotë ta ngresh dik lart." Ajo kishte ndryshuar, jo sepse e detyrova, por sepse e kuptoi vetë. Dhe ky ishte triumfi i vërtet. Në mbrëmjen e fundit të kësaj periudhe të tronditshme, Maria na dha lajmin se do të merrte pushime 1 muaj, për të shkuar në Filipine dhe për të parë fëmijët e saj. Vajza ime u emocionua aq shumë, sa i bleu vetë një biletë avioni më të mirë dhe i dha një zarf të vogël me kursimet e veta, për t'u çuar fëmijëve të Marias. Maria u përlot sërish, këtë herë nga gëzimi, dhe kur ajo u nis, vajza ime më tha: "Faleminderit babë që më dhe shansin të ndryshoj. Tani ndihem njeri më i mirë." E përqafova fort, sepse më në fund ajo kishte mësuar leksionin më të rëndësishëm të jetës. Nuk është pasuria ajo që të bën të madh. Është mënyra si trajton njerëzit që nuk kanë asgjë për të të dhënë. Ky ishte fundi i asaj historie. Por për vajzën time, ishte vetëm fillimi i një njeriu të ri.